Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Edhe jemi me prezencën e një personi në fakt që ka një influencë të jashtëzakonshme, disa e konsiderojnë komunikuesin më të mirë në Shqipëri. Ja me fosin kap. Të lutem. Dhe kush e thot të gjë, thot, ja Blend Fevziu kam dëgjuar me vesh temita, thot, njeriu që komunikon më mirë në Shqipëri është kush tjetër se Imam Ahmet Kalaja, kënaqësi e madhe që të kemi këtu, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, gëzuar Fiter Bajramin. Gëzuar Fiter Bajramin. Gëzuar, faleminderit. Si duket gjendja? Në fakt kur e mendoj Imam para le themi 10-15 vitesh nuk do shikoje kaq shumë njerëz në qytetin e Tiranës. Sot rrugët janë plot, energjia ndihet kudo. Çfarë ka ndodhur? Si ka mundësi që kemi këtë ndryshim? Faktikisht sot ishim shesh, edhe sheshi ishte ndoshta më plot se herët e tjera. Edhe ato rrugicat që ndoshta herët e tjera kanë qenë bosh, këtë herë ishin mbush, domethënë. Unë mendoj se është ajo që pavarësisht se kemi një trend i cili shkon drejt teknologjisë, drejt dëshirës për të pasur sa më shumë, le të themi, akses në botën e informacionit, po mbet e boshllliku që nuk e mbush vetëm se besimi, dhe njerëzit shkojnë drejt besimit. Pra, nuk është vetëm trendi shqiptar ky është trend botror, që njerëzit shkojnë drejt besimit, është një lloj boshllliku, janë disa pikpyetje që njeriu nuk i gjen vetëm se tek besimi. Është e vërtet, në fakt, në një botë që po shkon më tepër drejt materializmit, edhe individualizmit, shkëputjes. Domethënë, njeriu domethënë çdo njeri brenda vetes tij ka ca pyetje shumë të thjeshta, por që nuk kanë përgjigje faktikisht. Edhe rruga e besimit, rruga e lidhjes me Zotin i mbush të boshllëqe, mendoj unë. Pra është dhe pjesa e shpirtit. Pjesa e shpirtit ka nevojë për kontakt, jo para, jo famë, jo pushtet. Shpirti është gjë tjetër, ka nevojë për dritë, ka nevojë për komunikim me Krijuesin. I them një herë një ateisti, histori që më ndodhi mua personalisht. Tha, unë nuk besoj të kek shpirti e këto gjërat. Po këti kishte ndruar jetë babaj, si më thon para 6 muaj. Mirë, po shkonte javë për javë rregullisht tek varri babait vet. Edhe unë i them këtij ateisti, tash ta bëj një pyetje, po ti ja beson shpirtin? Jo, tha, çfarë shpirt? Ka shpirt. Po mirë, thash, ty çfarë të tërheq që shko tek varri babait tënd javë për javë? Si më tha, më thosh çfarë tërheq? Ka vdeka, ka marr fund tani. Për Zotin, tha. Kështu për Zotin, tha, ka diçka në këtë mes. Po normal është që shpirti që ka nevojë për ushqim, ka nevojë për Krijuesin, ka nevojë për kontakt mbi lëndoren, mbi materjen, që është Zoti. E vërtet. Ndërkohë që në këtë Ramazan, pra është trendi, ideja është trendi, pra njerëzit e kërkojnë, duan gjejnë diçka jashtë, sepse është shumë e lehtë për të provuar gjitha gjërat tani. Pra njeriu mund të provojë gjithçka, në momentin që nuk gjen qetësi dhe aty prit ose ka një rrugë tjetër edhe shkon tek besimi. Është një përgjigje, po them. Është një lloj përgjigje. Në një shoqëri marr parasysh edhe të dhënat e statistikore të ndryshme, po themi studime që bëhen, flasim për rreth 1 miliard njerëz, pak a shumë të raportuar që në një moment të jetës tyre vuajnë nga një smundje mentale, nga një çrregullim, mund të jetë depresion, mund të jetë ankth, ka plot, kanë përshtypjen stres. Stresi pastaj kanë 8 miliard njerëz. Stresi jemi gjithë pjesë stresit. Po pasojat e stresit disa njerëz i vuajnë më shumë se disa të tjerë. Ti personalisht tek ta të rinj që takon, a mendon se institucioni fetar është një ndihmë për ta? Ti i takon dhe i njeh personalisht, a i shikon më të çliruar, i shikon më të qetë ndërmjet komunikimit me Zotin, me fen në tërësi? Mendoj që po. Unë kam pas raste ekstreme që kanë ardhur nga bota e drogës, nga bota e bigjozit, nga bota e alkoolit, nga bota e shkëputjes, nga familja kështu me radhë, dhe në momentin që kanë filluar të besojnë, të aplikojnë besimin, kanë filluar të krijojnë një lloj pavarësie, një lloj çlirimi nga kjo e keqe që i kishte marrë peng deri në këtë ditë, sepse është një lloj varësie, dhe njeriu nuk mund të krijojë shkëputje nga një varësi e krijuar dhe e bërë si tradit, pa gjetë një forcë dhe një energji shumë më të fortë që të krijojë shkëputjen prej asaj. Dhe feja apo besimi është një nga, le të themi, energjitë më të forta që e bën njeriu të çlirohet nga një lloj energjie negative që e ka mbajtur peng, qoftë droga, qoftë alkooli, qoftë depresioni kështu me radhë. Unë për vete kam shumë eksperjenca. Për shembull, ne themi për shembull, le të themi në botën e shkencës, kur dikush shkëputet nga droga duhet ta bëjë me gradualitet. Kur dikush heq dorë nga alkooli duhet ta bëjë me gradualitet. Kur dikush heq dorë nga duhani duhet ta bëjë me gradualitet. Ndërkohë që në momentin që i futet fesë dhe besimit,
sot ka qenë ekstrem, nesër kalon në një komplet tjetër, po si me lutje, me falje, domethënë kjo i kompenson atë lloj varësie që ka pas deri dje. Domethënë për 24 orë të ndryshoj njeriu është çudi e madhe, domethënë. E nuk mund të ndodhë kjo vetëm se fuqinë e Zotit ose me atë që ne pra themi fuqia e besimit. E qartë. Ka shumë të ri ose është shumë e përhapur shpreha që besoj në Zot, po jo në fe. Agnostikët e kanë këtë, domethënë. Mendon se vien kjo si humbje besimit në institucionet fetare? Kjo është një anë, po është edhe e kaluar jonë si popull. Ne kemi të kaluar ateiste. Dhe ateizmi, do të thonë, se ka pranuar Zotin. Mirë po, çfarë ka ndodhur? Brezat e më përpashëm, le të themi gjyshit e kanë pas. Brezat e ri po e kanë. E kështu që jo, Zot ka, po e ke për këto feti kanë bërë njerëzit. Feti kanë e ke parasysh domethënë sikur duan të shpëtojnë produktit njerëzor, po faktikisht feja nuk është produkt njerëzor, feja është e ardhur nga Zoti. Edhe ne kemi koncept gabuar mbi fen kur themi shumë fe. Feja është një, se Zoti është një. Thjesht profetët kanë ndruar, si më thon, kanë ndruar mesazheri. Ndërkohë që misioni është i njëjtë, ndërkohë që fjalët janë të njëjta, pothuajse, sepse është përshtatur pastaj kultura, tradita, vendi, po në përgjithësi, për shembull le të themi, pikat më të rëndësishme të besimit janë tek gjithë njësoj, Zoti, profetët, librat e shenjtë, engjujt, bota tjetër, fati, këta kanë të gjithë, domethënë gjithë thonë këtë, që duhet më u falë, thonë gjithë pavarësisht se ky falet kështu apo kështu, që duhet të deklarosh diçka që futesh në fe, e kanë të gjithë. Agjërimin, kreshmën, e kanë të gjithë. Bamirësinë mbi të varfrit e kanë gjithë, peligrinazhin e kanë të gjithë. E jo të gjitha fet, hoç. Se këtë fe pastaj besojnë tek flasin për fet. Njëri shpellari Kilimanxharos. Jo, ne po flasim për fet me origjinë qiellore, le të themi fet monoteiste, fet feja krishtere, feja hebreje dhe feja muslimane. Nuk po flasim pastaj për paganizëm dhe për besytnitë. Jo, është më tepër kjo ideja që marrëdhënien me Zotin dua ta kem për vete, dua ta krijoj vetë personale, mos të kem në thonjza ndërmjetës në vim të kjo është gjë e mirë. Islami faktikisht ka këtë, nuk do që ti të kesh hoxhën apo imamin apo muftiun mes teje dhe Zotit. Nuk e do këtë. Islami madje nuk e lejon një gjë të tillë. As profetin thotë duhet ta kesh mes teje dhe Zotit. Po si komunikon drejt për drejt me Zotin, pse duhet të kesh dikë? Mirë po feja dhe normat, kjo pastaj ka nevojë për një, si më thënë, për një mesazh, për një pako, manual e sjell nga profeti. Tani nuk mund të jetë çdo kush profet. Se ti pretendon diçka, ky tjetër pretendon diçka tjetër, jo po më tha Zoti, hajde ta morim vesh se kujt i ka fol Zoti me të vërtetë pastaj. Kështu që ne nuk mund të vejmë rregulla Zotit, ai vendos rregulla, kështu që është e nevojshme të ketë një profet dhe është e nevojshme të ketë disa rregulla të cilën nga Zoti, po kjo nuk mund të jetë e lirë për çdo njeri, se pastaj gjithsecili, domethënë ka shijen e vet, gjithsecili ka ato për shembull qasjen e vet. Kështu që domethënë ideja është që të ketë një mësim dhe një mësues dhe pastaj njerëzit i përmbajnë këtë mësim dhe këtë mësuesi. Sa bukur flet burr, sa kam shumë. Hoç kemi disa pyetje. Sepse të njohësh të mirën dhe të keqen është arrihet nga truri i njeriu dhe mendja e tij, po të njohësh të mirën në të gjitha detajet e saj është e pamundur dhe të njohësh të keqen në të gjitha detajet e saj është e pamundur. Për këtë arsye ka nevojë për një sipër që e di më në detaj. Po. E vërtet. Për fakt koha në radio shumë të vizuar, prandaj kam tani unë do të flas si hoç, kështu që shumë mirë. Po, shumë në rregull. Kemi disa mesazhe që kanë ardhur për ty për të pyetur. Mirëmëngjes dhe gëzuar Bajramin, një pyetje kishin për Hoxhën, a mund të jesh njëri mirë edhe pa qenë musliman? Po, mund të jesh njëri mirë pa qenë musliman, po. Po puna është ai fiton parajsën. Se po qej mirë pa qenë musliman, Zoti të shpërblen këtu në këtë botë, edhe i merr gjitha këtu. Ne po flasim për botën tjetër dhe për parajsën, duhet patjetër të jesh dhe besimtar. Ju lutem pyeteni Hoxhën, a ka më shumë rëndësi sa lutesh apo si lutesh? Fillon me si lutesh, pastaj sa lutesh. Fillon njerë si lutesh, pra a e ndjen, do të thonë, a e ndjen ti Zotin kur lutesh, a ke siguriti kur lutesh, a ke shpresë se Zoti do ta japi, pastaj sa herë, sa më shumë aq më mirë. Okej. Nëse një njeri nuk falet, nuk agjeron, por është i drejtë dhe nuk i bën keq askujt, si e gjykon feja këtë? Shumë është njeri i mirë, nuk ka dyshim. Është njeri i mirë, këti i ka mbetur të falet tani.
Vetëm falja ka ngel. Vetëm fare, ka plotësuar Edhe të gjitha. plotson të gjitha. Unë punoj në një ambient Se njëri tha kështu tha, është po unë kam zemrën e pastër tha. Po të shumë mirë pa ti e ke plotësuar kushtin kryesor, hajde falu dhe. Në rregull. Okej. Kam zemrën e bardhë. Unë punoj në një ambient ku shpesh më duhet gënjej pak. Pak fare, pak, vetëm pak. Ta zbukuroj realitetin, thot personi që të mbaj vendin e punës. Nuk më pëlqen si gjë, po më duhet ta bëj si sakrificë, domethënë për të jetuar. Apo bëj mëkat? Nëse nëpërmjet saj gënjesh tek pak dëmtohet dikush, është problem. Nëse nuk dëmtohet dikush dhe ai shefi e do me lustër muhabetin, i jep ja lustrën, s'ka problem. Urdhra. Do e përgjigje ti 2-0 për Hoxhën. 2-0. Në numrin ton telefon. Regjia të maj golat, regjia. Gole, për 7 plus do dali kjo. Lart me korne. Ka i përvoj. Po, Ka i më për- ka ranjer. Po, Anita. E bëri si Barcelona Real Madrid, 5 gola Senzor, 5-6 për Hoxhën. Okej, kemi pyetje 069 55 45 515 numri i telefonit. Samir që ka i ftuar Ahmet Kalaja, ky është viti i dytë që agjeroi thot dhe shkoj në xhami çdo javë, por prap ndihem bosh, kam një familje të mirë, në punë çfarë thot këtu? Në punë po Bëj progres. progres. Po një djalë fantastik, kam shoqe shumë të mirë, ka diçka që nuk shkon me mua. Nuk e kuptova këtë. S'ka problem, nuk kuptova. E kuptova ti, e kuptoj. Nuk ka problem. Pra, ka njerëz që thotë kur filloj me u fal ose kur filloj ta agjeroj, s'po ndihet lumturinë që po flitet që Islami t'jep lumturinë, t'jep Aha, secin. okay. Po s'po e gjej. Atëherë përgjigjja është kështu. Nuk është kusht që menjëherë sa filloj madhurimin t'ja vjelim frutat. Nuk është kusht, sepse nuk ke kontrati. Nuk thot Zoti po e bëre këtë do të kesh këtë. Ti duhet ta bësh adhurimin se duhet ta ndjesh. Ti duhet ta bësh se e do Zotin. Pastaj do të vinë frutat, dal nga dal. Pa është njësoj si kur thuash, unë në futa në palestër, po akoma se më bërë me muskuj. Unë në futa në fakultetin mjekësisë, po akoma nuk di të bëj operacion, po prit Allah se do punë, do kohë gjëja. Edhe kjo punë, domethënë, ka nevojë për ushtrimin e vet, ka nevojë se unë nuk e di se si e fale, se si e bën. Pra ka shumë gjëra dal nga dal. Pra gjëra vijnë gradualisht. Unë mendoj që ta pyesim dhe për temën që ne kishim. Ne na është dërguar një mesazh në fakt nga një zonjë që thot jetoj me burrin dhe vjerrën, ajo hyn në dhomën tonë pa trokitur dhe i thot djalit saj çdo gjë që bëj. Kur ankohem, thot vjera që është shtëpia ime, a duhet të duroj për hir të martesës apo sepse po humbet veten zonja ditë për ditë. Fajin këtu e ka çuni, nuk e ka as vjerra, as nusja. Për Zotin. Çuni duhet të dalë këtij muhabetin në krye, sepse nuk bën që të ketë sjellje të tilla një vjerr. Pra një vjerr duhet falenderoj Zotin që po jetojnë fëmijët me të, se sot po dalin fëmijët sa fejohen e sa martohen ikin. Pra kjo vjera do të jetë shumë falendëruese ndaj Ka Zotit. shpinë ajo. Pjesë e. Ta them unë, jo, çfarë problemi Është ka Ria, lord. dele burr për një qira, ka ngel puna për një Ka qira. ngel për sa. Po nese, po. Nese, ajo të dhënë Ajo shtëpi, duhet të jetë falendëruese që e Po, ka fëmijën e vet akoma në shtëpi, e para gjë. E dyta gjë, intimiteti dhe jeta private e tjetrit është nuk preket. Për këtë arsye në raste të tilla unë asnjëherë nuk bëj fajtor, as nënën, pra vjerrën, as nusën. Faj në këtë rast e ka vetëm çuni. Ai duhet të japi, si më thon, pozicionin e duhur. Nëna ka disa kufi që nuk duhet të kaloj dhe një pozicion që s'ja zen dot kush, po edhe gruaja bashorte ka disa kufi që nuk duhet ta preki askush, qoftë edhe nëna e tij, domethënë. E rëndësishme, këshilla ime në këtë rast është në qoftë se vazhdon kjo lloj gjë, sepse kjo ka pastaj kalon depresion, kjo pastaj kalon kancer, kjo pastaj kalon në çmenduri. Unë mendoj që nëse nuk ka zgjedhje, më mirë dalin vete, sepse është gjë që nuk durohet. Se nuk ndodhi ndonjëherë pa dashje, futet vjerra në dhomën e çiftit, pa dashje, por ndodh, kupton, ose për të marrë diçka nuk ka as problem. Po që të bëhet rutinë, bëhet e përditshme, ajo pastaj kalon në Unë i thash Hoxh, le të heqin derën, domethënë që nuk ka ç'a hap. Po i hoqe atë derën, çdo hapi më ajo. Po jo, burrë a janë çifte aty në dhomë. Ti shofi vjerra çfarë bëjnë? Po ajo është ta shoj. Ajo Po e pa dhe pastaj nuk pastaj hyn do më. iki dëshira. Po do të iki dëshira për ta hapur derën. Okej, psikologike. Interesante. Çuni pra duhet të reagoj. Ky është mesazhi i Hoxhës. Ku jemi? Mirëmëngjes, pyetje nga një 27 vjeçare, a është shenjë që Zoti po më ndëshkon apo thjesht kam shije të keqe që çdo djalë që më pëlqen del problematik? Mos je ti problematik edhe duken çunat problematik. A thua? Po më ndodh.
Si ajo që kujdesa se shfut një çmendur në rrugë mbrapsht, i tha gruaja, i tha ore këtu janë të gjithë mbrapsht, i tha, kupton ishte vet ky, kupton. Atëri vjen që të jetë vet goca thua. Ose mund të puna ti që tha, o doktor tha më dhem, ku të dhem, tha këtu, po shifta pse paski problemi Te kishti po, normalisht. Kështu që Pra ti thua hoç, nëse të gjithë të duken problematik, ka mundësi që të kesh probleme. Për këtë unë do ta sugjeroja për shkak këtë gocën, do ta sugjeroja që ta bëj një knim tek një hoç, domethënë profesionalist. Po çfarë është kënimi? Kënimi domethënë mund të ketë edhe punë mësyshi, por mund të ketë edhe gjë tjetër që bëhet pengesë, një lloj energjie negative që krijon atë përplasin, aksidentin mes saj dhe dëshirës për të krijuar një familje. Si funksionon kjo mësyshja? Dikush është energjia e keqe? Energjia e keqe që të ka goditur me të dikush. Të prish, domethënë, të godet në sukses, të godet në biznes, të godet në familje, të godet në shëndet, të godet në shumë gjëra. Në këtë rast mund ta godasin fat. Unë nuk e them se ka këtë, po unë mund të jetë kjo dhe një këndim do të japi asaj atë rezultatin që ore ka gjë me të vërtetë apo s'ka gjë me të vërtetë. Domethënë është diçka që kushton 20 minuta, ekstremi 30 minuta si kohë, domethënë. Okej. Vetëm se duhet shkojmë tek një hoç që është adapt për atë punë, domethënë specialist, jo lloj. Se ka dhënë këta. Lloj halldupi. Këta në Firt zgjidhin punë këta të magjitë e Firt. Okej, një mesazh tjetër, mirëmëngjes, gëzuar Bajramin, kam një pyetje pak delikate thotë. Nëse një mashkull thotë agjeron gjithë ditën, por në darkë i shkon mendja vetëm te femrat, a e ka prish agjerimin? Pse i shkon një orë burr, mos shkoj. Po pse i shkon mendja jo? Po mos ta tregoj që i shkon. Jo, që i shkon mendja. Ai them mos shkoj. Po pse i shkon mendja? Nuk kemi shtypim. Mi tani meshku jemi po çfarë bën? I shkon dhe hoxhës mendja. Ja mo aty. Normale të Po normal. Sa gjëra duhet thënë. Hoxhë e fundit, një dilemë moderne. A është flirti në Instagram tradhti? Apo flirti në Instagram, të flirtosh në Instagram, është tradhti apo mund ta quajmë like, mund ta quajmë kështu për. Po varet do burr tani, varet se varet nga çfarë? Varet nga personi, varet nga kujt ja jep like-un. Po. Normalisht ka shumë gjëra që duhen parë. Me Monika Bellucci nuk quhet tradhti kështu. Jo, se është një Dakor. Okej. Këto ishin Po këto ishin disa nga një mesazh fundit që t'i jepje të gjithë atyre që na ndjekin hoç. Çfarë do t'i thoje? Unë do thoya që Bajrami është festa e bashkimit, zemrave, familjeve, e faljes. Domethënë, a ka mundësi të jemi më afër njëri tjetrit, a ka mundësi ta falim njëri tjetrin, a ka mundësi të jemi si familje më pranë njëri tjetrit. Ora, ka mundësi ta nxjerrim shejtanin nga barku, përse kemi shumë të madh shejtanin në barku për Zotin si popull. Nuk e dum këtë suksesin e tjetrit e kemi shumë inat për Zotin. Ta falim gjakun, ta falim borxhin, ama suksesin kur e ka i tjetër, s'ta falim dot. Le të shërbej ky Bajram kjo fest Bajram si një arsye më shumë për të larguar shejtanin nga mesi ynë, për të larguar smirën, për të larguar zilin. Le të pastrojmë zemrat, por le të jemi tamam njerëz siç duhet me qenë njeriu. Kush ka sukses ti themi bravo dhe ta dorë trokasim. Kush ka i hall dhe i siklet, ta qajmë me të hallin, ta dëgjojmë. Ora ti themi i fjalë të mirë, ti bëjmë ora fundit ta dëgjojmë çfarë po thotë por edhe ose ndoshta ky është kontribut për hallin dhe për sikletin që ai ka. Me këtë mesazh kaq të bukur, duke falenderuar edhe Imam Ahmed Kalan, faleminderit shumë se Imam, unë harroj gjithmonë që të them Imam Ahmed Kalan. Bëhet pjesë të kësaj platforme të bukur dhe lut Zotin që t'ju japi mbarësi dhe sukses. Faleminderit shumë. Nuk ishte si tani si më mirë e ke parasysh për të marrë dhe bekimin, nuk ishim si tani ishte më Fiter Bajram edhe me Imam Ahmed Kalan, i kemi heqë dhe këto syrat e këqij të suksesit që mund të marri. Shohim mas e javë, mas e 2 javësh. Po mirë, ne urojmë që të jemi të suksesshëm, që të vim të bëjmë dhe në knim pastaj nëse.